Mirëmëngjesin nga treva Allapushës e Malishevës. Sot jemi duke shku në treg Malishevës, i cilin bëhet çdo të ejte. Jemi në fund vit, u veç mërgjimtarët ka nis me ardh, edhe kalendar pasi ditët e fundit secin, jemi me Pasaj Shevqet nga Orllati. Apo Pasaj Shevqet? Po, Orllat. I përshëndesim gjithë mërgjimtarët edhe Edhe unë i përshëndes gjithë. sot do inqizojmë tregun e Malishevën. Vllavin Hollande ki ka më thërë, Po dalon, po. që kohë e bukur, po diell ftoft. Këto i kom shkela dhe në luft Pasaj Shevqet, ajo më konë kleq, ajo më konë kutsat, ajo më konë setlar. Malisheva o komune vogël, po ka dhënë kontribut madh për luft. Ja, laj po. Edhe Rovici o komune vogël, po ashtu, edhe Suari ka. Edhe Suari ka. Janë lidh. Opa. Qëtu po pazari me një kohë, tash ka kalu poshtë, ndërsa i baktive për Mjerush. Kjo është rruga për Mjerush, për fshat Tavnijës, drejtohet shkollës gjenerate kompas, edhe për Kjell. Edhe po për Kjell. Këtu më bëha treku i baktive, i ushqimit, Rrugës i për Saravrojqër. ndërsa pjesën tjetër, treku tjetër. E ky Ismet çka o lumi Mjerush, a? Me Mjerusha, pi bazenit Bojës, e pi Duhlës vjen, Po, a? në dritë bardhe. A pe majnë pastër? Po, ka peshik sajde, zojnë peshik sajde. Faleminderit shumë. Se mura edhe një udhëtar trastit emrin Ismet e pas ka të babës që mu ka vranë në luftë. Ismet e ka pas. Këtu qenë ka vendi bukur, i kullushëm plus pastër, po qenë ka treg ma i vogël se i Rogovës. Trohi. Mashallah. 494. Më thonë bik i rritur jashtë tallës, natyrë këta vrejen, dallojnë. Ka 4 herë plus 20 herë transportin. Në Vësellës të rritën jashtë shtallës me 4 e gjajt, 4 e shtajt. Që edhe të Karashnikit dhe më thonë të komunës Malishevës që i ka rrit vetë me 5 euro e matnin peshore. Që dhe Allah kum qenë. Që e koha bukur tash vazhdojnë pjesë tjera. 1350 pjamon e me kilogram tash së dhja. Jashtë tallës është rrita dhe ky, a? Jashtë tallës. I shpis? I shpis për shijet, lakum koka. Dhe nga ninja i Vukovsit që shet vetë që i ka rrit. Ka sa pishet nga një këta? Me kilogram? Ka 4,70 pysu. 4,70, a? E ku të këshme? Mirë qenë kënë edhe këta, vesh suksese. Ush do me patë fushës për shien qenë. Unë i një në thuma, këta që hecin nuk kajnë, nuk jo rritën. Pas jo rritën thuma që. Shtirpa. A shterpa e na? Ja dhe lo, shterpa 1850 euro. Sot koha bukur në 10 orë. Si kjo shit. Ja dhe prej Slakovsit Vushtrijës janë orë këtu. Në famë zoti. Sa kilogram mund të të pas ky? 600. Ka sa e jetë me matën peshore këtu komplet? 4 e gjysa. Dhe sukses. Në kjo 3 vjetat i bonë. Që edhe prej Vrbovësit Dërnasit i ardhen. Edhe lopë shëmshtore me 2 euro 90 e merë. Që edhe prej fshatit Miren, dhe më thonë, që e në rritë vetë që në thuma i njëjni që kanë hecë këta në natyrë. Me 4,60 me ymë peshore. 2 mirë që në kënë. Mirlin Zeneli, fshatit Miren, që e në rritë në bjeshk lartë. Ka 40 copa, 50 ta i kom natyrë i lëshon. Kush komenton, ju jap edhe numrin e telefonit kush ka nevoj. Mirlin, përshëndes me të mira. Kjo qenë ka si e hasit. Natyra rritë që edhe kjo ka hecë. Se 1650 euro lopë qëmshtore kush do me marë.
Mirë. Pa mirë lindive që shiti, ka e qonë në peshore, ta shohim tash sa kilogram po vjen. Shiti ka 4,5 në kilogram. Tani muzati ardhur prej fshatit Dule, shumë i mirë, me 4 euro me qunë peshore. 4,60 ai veç e shiti. Qumë shtore. Ja dhe i caravranës që e ka rrit vet. 4,60 caravrana. Ka dhe suksese. Inshallah shet sa ma shpet. E këta janë të Murselit caravranës, që i ka sjall me shite, ka shtallën, ka 4,70 i shet. Ja dhe plisi i barë që është aktual ende në trojet shqiptare. E tash po shkojmë në qendër, pazari tjetër është Malishev, ndërsa këtu ke i Baktive. Ja dhe restorant Liçeni. Më pëlqej tregu se ke jashtë qytetit edhe ke me një ambient mirë, natyrë, ku pot prej Vushtrisë, prej Therondës, Arekës, prej gjitha fshatrave që kanë ardhur me shit. E tash po him në qytet Malishevës. Malisheva, si që keni pa videot e luftës, ka qenë e shkatruar e gjitha, çdo ditë sot po ndërtohet. Edhe Pismikila dje u liru. Si që më bërkesa i të ju bon kjo, se vë me konë qytet. Këto e ndërtimet që janë ndërtu sfundi në kalimin Malishev. Si me hynë Stuttgart. Ete, si. Anën e djathtë, a? Po. Qëtë që kemi njëri. Tash, pasi gjetëm parking, pasi ka shumë trafik sot dhe komunikacion, edhe endës nga ka orë diaspora kret, se nuk e vlen me makinë me dal hiq. Ashim trej këtu. Policia në detyrë të i pi kafe. Që kënë parku këtu. Pojmë pazar. Atë ka qitë kafe në e kush më njës? Pije një prej meje. Gjithë mira, respekt. O, respekt e Shqipe edhe tyja. Plisi, po shkelqen. Tash po pim ka i kafe e vazhdojmë tani. Me Ismetin, po më shoqëron. Qyre plisit e bardh po shkelqen kafe prej odhve. Që është në ndryshuën gjonat ma Ismet. Qyre ka puqbardhat sot në për restorante. Që në katus në lishin me do në rrishin. Se prizrenin vesh televizor e kemi pa ku s'far tregi ma dhej. Aj, unë lumë, bre. Tash përbim ka i kafe me Ismetin, a do me donë në këtë pjesën e tregit të ndej. Pas ka ble speca, 4 euro, pas ka marrë qep, 4 euro në rjetën e speca. E Malisheva ma kujton në 98-ën kur këtu u pat bo zonë e lirë, ka qenë shëret i madhë. Kur kjo artu do më thonë, ka qenë si në Kosovën e lirë marrë në atë kohë. Mi qenë i grupi Krushës me shumë tjerë në Zatriq, prej Zatriqit vishim, shkoj shumë bajt me traktor. Në motër këmë pasë në pleqë. E veç pi para lajmërën qmimet ka 5 euro.
2 kilogrami dorë, këto shumë të mira jona. Rushi 1 euro e gjys. Shtoje 2 euro e gjys. Ja dhe bilmeti. Që Azizi do ma prej pak djas dhejës, ta përvoj 8 euro është kilogrami. E gjiza Aziz? 2 euro. Djas dhejë. Kënaq. Dërsa të lopës peshet me 6 euro. Lynin e gjini me 8 euro kilogramin, lyni lopës. Këndej pjesa e orendive, kuzhinave, kauçave. Edhe kauça që i marrojnë vetë, prejër e qakut shtimjes 220 euro. Edhe dhomat pjetjes 3 qakit që i ndërtojnë vetë, kush ka mu martu me 680 euro, i gjini në për tregje, ku i thjallin mishit. Ja të ardhen prej komunës të Fejzojt, me 160 euro, e gjini në Mali Shep, po edhe në tregje tjera. 200, ha? Që edhe prej Savrovës Suarejkës që ka orë Mali Shep me shit me 450 euro, mirë një tavolinën komplet. Kjo alama mirë e qenë ka special. Për pare i kem pas sofrët tash në tavolina. Edhe hormona për tesha me 260 euro. E gjeni. E ky tjetëri Petrova, zakonisht komuna shtimjes po bojken shumë. Petrova është ofër e qakut. Petrov sa ki këto komplet? 260. 260 euro, veç ka i marona? Nësërë i kofel hekra, qëre hekra? Po, të lumshin duhet. Allah, kumi pas ke po? Apo ka shitja? Po, që ato ka me qunë ka mund travese pas ta qenas. Pas ta sel. Sa edhe në pas ta sel ka pas masakër si nër qak. 106 jenë vra. Ja dhe kuzhina që e ndërtu në has me 80 euro e mirë një dhe me thonë. E gjanin Mali Shep, po edhe në trejk Drogovës del kyje në vendë tjera. Ja dhe lakrat Kramovikit Travesit ka orë në trejk Mali Shepës me shit me ka 20 centi gjini. Tu gjitha lojet e kini. Tu e takuma dhe refkijin e Drenovsit, për ndryshë refkijun e kom postu duke livron edhe me pare, është ekspert. Refkija u lodha, qysh për shkona? Qmimet këjt i kish kru? Po, ma mirë. Ma mirë, që 2 euro, 3 euro, ma pak fjallë. Ma pak fjallë në mishterit. Këta 3 euro. Apo livron me traktora, po ka puna. Po, ka mirë. Apo punohen tokët e Drenovsit. Drenovsit legendar. Cepën cep. Shumë respekt Refki. 50 cent domatët që Refkia sheta dhe raki. A ti pjek vetë Refkia? Vetë ku pjekët 2019 ashtë. 2019, me 5 euro. Me 5 euro litra. Dhe vojqet. Që edhe skeneri ka orë pimalsis vogë, lishra dosës, lokra, domate. Qyre Selami, djali agjës tonë Refkia që selshon katunin si ti. Ki ardha tjenë beton Prishtin, edhe pule amon. E din Selami. Dhe vetë fshatit qetë. Që me 4-5 euro, 4 rjetën e mërë. Ja dhe të komunës vushtrisë Pestovës me 5 euro, po edhe 4 euro e gjysë e mirë një thesin. Vushtria janë të njohër për kultivimin e patatës, dërsa në Pestovë ka në ratë 3 herojt e kombit, Zaire Peaziti, Hakif Zenullau edhe Elmond Hoxha. Që kjo mëzik ta hek mallin e pazarit, tregot. Prite. Ja dhe bite sefës prej Suarejkës ka orë me shit kasetat vjetra tash. Po kanë me të si mirë po, rruët e në trashëginia. Dhe prej Rovesit, ka sa pishet dajqizmet? 10 euro, e për para sa i kemi vesh me pas kësi, ku që ka po video në Ademja Shajt me Homzën, të bunore që në që si qizme kanë. Me pastrua gjakin komplet sa është? 15 euro. Pucat lastikit pas ka ende, ha? E këpucat? Prite bite sefës, a legenda. €6 2 litra është shishe arkis, dhe sa unë du me marrë një verë të ëmbël.
E murra një verë të ëmbël me 3 euro. Që këtu kini aqaropat leshta me 8 euro. Që shumë përpara në përdore, këto pështojnë për dimër. Ja dhe kapela ushtarake e tesha për fmi. Me 25 euro i gjinin trekt Malishevës, fmit zakonisht tash për festa po veshën. Kërja ka qitë çmimin të me 10 euro. Edhe këtu artizanet e vjetra 28 euro jala sakicën, pos po pajtohet ai mashtrajt pja marrë. 28 që unë 1 euro pja eki 27. Prizren kajtë veti ki marru këto, a? Do, a? Po që ve... Jo, ta a, me prashit speca. Por të kom nga i shate me një kobre. Në nëgjes, kur na qonin, edhe në shpi s'na linin me orë në drejk në krusha. Në fush me fnajt, deri në mramje, qdo ditë, dhe me thënë është punu shumë, tash pak punore. Ja dhe grejpët për qanë që i kemi përdore, ende i përdorin, në 15 euro, mesa, paska, sakica me dërijes, që i ka për e shkijet. Laj, komone, paska. Me kjo ka shkru, 25 euro kjo marrë. Edhe magje, e këto na e kem qujt tanuar, bukën gratë. Se e kanë këthyt. Me i dore, pënoshin specialisti e në konë. Magjën e kini me 130 euro, si për thotë curi veç kush me gatu. Aje që ke gatu për thotë curi u dek. Që edhe sita. Pjesa që nga drunë paska. E ki gjini edhe drunë, që shfa drunë të bungit mira, me 380 euro, 6 metra veç. Duhet edhe i motor me sharit tani, pjesë të vogla. Grasin për atina, ky i ka bo gati veç mishti në zjarë. Gacme. Sa metra e në to? Pa 3 metra së është. Me sa shkojnë to? 200 euro, a? Kjo pjesë që nga edhe e shpezve që e pula të shumë. Edhe i fushticës drenicës me 18 euro ja dha gjelin. Dhe sa të bukur. Dhe qëranin me 40-35 vela. Aqta, plesh kërpi shumë me plisa u knaqa. Ka ky ka orë prej Obiliqit, sheta në trekt Malishevës, shet në Bresje, i njek tregjet, që me 15 euro pullet, me 30 i kini quret, gjitha i gjeni këtu. Edhe ky ka orë prej Podojevës, fshatrave të Podojevës në trekt Malishevës, që i kultivon vetë, gjela, pula, gjitha llojet i gjeni. Obiliq, mirë pofshim! Shëndet! Ka dhe pullat kuqe tornër prej Kralanit Gjakovës me 5 euro i gjini. Këto ku rrinë në bot pas një koha dhe bëjnë vezë. E gjelat, Kralan? 20 euro në murë. 20 euro, plumë. A dhe shotët janë tuë ta? E shotët? 5 maj, plumë. A, qaj me sa për shiti traktorin me dërë. Kjo pjesë është e shpezve edhe këta janë të Kralanit që i kultivojnë edhe i qesin në për tregje kujt i kujtohet masakra e Kralanit. Edhe gosanet ka 30 euro. E pula me 4 euro i gjeni, veç milshu në bord pas një kohë bohen pula të shpis. Gjyma të qajt. E sa maraklia është në qaj. Për tere. Po, që plot. Dhe kabla, gjithë sa gjanet. Litora me lirë, kashtën, sonën. A këtu kush është mjeshtër, ka maraklia dhe në këtë aspekt. Gjitha llojet, a bërë mashina, a kuja. E këto artizanët vjetra, po mbana për bakti, fylla. Këto shtili i ri flok. Këto një pastrua, letët.
Këtu kush është Marakli i peshkimit dhe në artësenën e përshëndes në Rovec, që është kogja Marakli e disa tjerë me 15 euro gjimi komplet, veç a kini vend ku me gjujt peshk. Këtu për Maraklit e makineve që ka në autolore me 140-50 euro mirë një komplet mashinën, veç a i një Marakli me la kera. Tash do me bleja dhe një laptop se më ka prish, ky i blocës po ma lanë shumë lirë, me 10 euro shka jënar pis jashtit, se mu më duhet për internet, që sa vite postoj gjona, po ka politikës postoj. Maqin Honda me 60 euro, nuk ka maqina për bori ma të forta. Takova dhe fejimin invalidin e luftët që e ka shëru Agji Makrollit bashkë me djallën e ajgjët dhe shmojnë si të roko pa i s'ka pas fat me ndjetu. Fejim Malisheva. Pa i si e ushtarake, Dilvi. Pra ishëm tregun e Malishevës, laptop bleva pa kabel. Po shkojme në një treg tjetër duhet me shiku. Më spja gjohë. Ky frajeri ku e kalon makinën, që shme dalë unë tash. Shqiptare pas. Shu parku marrë këto. Sholla nuk është në treg. Ta u hinë viva. Ta shojmë tash apo di me dalë për Malishevës se si në Stuttgart. Malishevë e pas. Këtu komponuni ko në bëmën biznisit. Ja, po tiko me dalë. Opa! Stacioni autobusve. Unë zakonisht marrë vëthtarë të amena, ma më bëjnë marrë betë. Tash vazhdojmë, mura dhe një vëthtarë të Shkreshnikut, dita bukur sot. Është besën, këtë farë i smetin e po ta marrë të orë, e ta koba në rrugë. Ma i smet, që fa na fokej, prap u takuma. Po që shie? O lodhe po? A mujtë me heca? Po, jo më mund të qytetëvorët. Pse vërë më thirën telefon? Ja. Ja. Që është farë fote. O lodha, që shka lodha? Mirë bre bleva një laptop po kabel së në pijjon. Kabel? Në ufsha me gjithë, ajtë se shkojve nëjë pazar tjetër. A bleve nëjë sama? Udra? Udra? Kemi mjellën, po thotë, nuk o bon të në heqë. Po do që ashtu këtë, si kom dzerë heqë. Travecët blejën të mira me homër. Vëllohi, se di këtë shkore, këtën me. Që u ndalëm në Laposhnik, ku ka ndodha beteja Laposhnikit e një orë, edhe ku njët dëshmori i kombit i Mera Lushali Voglushi, që lopë natyrë që e hecin, që kolosin as thumës që rritën, jënë shumë ma të shëndechme se shtallës. Si pula e firmës që dalon, njëjt dalon edhe lopë që ajë tjetër pas ka bo dele. Më thënë, kër i shek këto bakti e njerës, e vërën që ka gjallërien të këto troja dhe pse jenë shpërngull shumë, që se gjaku ty më po qetë atje. Kërëm vetorinë që i hudhin pi makinve, që? Kërë zotë i vraftë. Pa ndotët natyra ma të pesë.